Mirë mbrëma, mirë se erdhët, përshëndetje. Atëherë, po bëj një lajmërime të zakonshme, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, të martë dhe të shtunë. Të martave bëj me pyetje përgjigje ose me ciklin e hënës në varë të ciklit të hënës, ndërkohë që ditën e shtunë e bëj për parashikimin javor. Të dyja këto i bëjnë orën 19. Kur flas për ciklin e hënës dhe për parashikimin javor, flas edhe në lidhje me shenjat, ndërkohë që kur bëj pyetje përgjigje përgjithsisht në varësi të pyetjeve tuaja. Të gjitha lidhjet e mia të drejtë për drejta mund t'i gjeni te kanali im i YouTube-it. Dhe përveç këtyre kam edhe parashikimin ditor. Parashikimin ditor do t'i këshilloj që ta dëgjoni çdo ditë, sepse jap disa informacione të rëndësishme se si mund ta shfrytëzojmë ose si të tejkalojmë problemet që mund të kemi gjatë ditës. Prandaj do të këshilloj me ngurmë që të dëgjoni atë edhe tek gjitha platformat e mia, prandaj në të gjitha platformat e mia mund ta dëgjoni ku të dëshironi ju. Emri tek të gjitha rrjetet e mia sociale është i njëjtë, është astrologe Denisa Shyle, është e thjeshtë për të gjendur. Ndërkohë që përveç këtyre që sapo përmenda, konsulta personale të cilat janë me pagesë dhe gjatë këtyre konsultave mund të merrni analizën tuaj të hartës, analizën e lidhjes, parashikimin për të ardhmen tuaj, e njëjta që është e vlefshme edhe për ata të cilët nuk e dinë orën e tyre të lindjes, është një ndër shërbimet e mia, me sa di unë të paktën brenda Shqipërisë nuk ka, është një shërbim që vetëm unë ofroj. Duke qenë se unë kam studiuar për astrologji dhe në mënyrë të ndryshme për të gjetur këtë, në varësi dhe të orës së lindjes, detyrimisht një të dashën e ndijuar, është një nga gjërat më të rëndësishme që kemi në hartën tonë, prandaj do të këshilloj me ngurmë që të gjithë ta merrni vesh. Kemi edhe një ndikim shumë të fuqishëm, do të kemi, më mirë themi, do të ndijmë të gjithë ne. Prandaj do të flas pak për atë. Më tepër se ndikimin tek shenjat, duke qenë se është një ndikim që prek shumë në jetën tonë sociale, shoqërinë, natyrën, do të qëndroj pak më tepër tek ajo. E kuptoj që të gjithë prisni që të dëgjoni shenjën tuaj, por është më e rëndësishme të dimë se çfarë do na ndodhi të gjithëve ne, sepse sado që të ndikohet një grup njerëzish, më është më e rëndësishme që ndikohet shoqëria dhe natyra, sepse aty na prek të gjithë, mendoj. Atëherë, rikthimi i Uranit tek shenja e Demit është shumë i rëndësishëm për të gjithë ne. Vendosja që do të ketë Urani do të jetë e grada e fundit të shenjës së Demit dhe në këto momente kemi një fuqizim të dukshëm të asaj zone. Ajo zonë është e drejtuar nga Neptuni në të vërtetë dhe Neptuni njëherë një kohë, Poseidoni, që është në mitologjinë greke, ka qenë dhe përgjegjës për tërmetet. Prandaj dhe ajo çfarë do të vëmë re në këto momente, ose kemi filluar bile të vëmë re, tronditje të shumta tektonike. Këto brenda Shqipërisë e kam thënë edhe më përpara, thjesht për përsëris, që mund të jenë tronditje të vogla, por në botë do të ndihen më tepër. Ndërkohë që brenda Shqipërisë, ajo çfarë mund të vëmë re janë përmbytje. Kjo është për sa i përket natyrës, është shumë e rëndësishme, prandaj do të këshilloj që të merrni masën. Një pikë tjetër që ka shumë rëndësi është dhuna ndaj femrës. Kjo është prek shoqërinë. Do të jetë shumë e ndikuar, mund të kemi bile kriza në lidhje me këto tema. Arsyeja që do të kemi këto kriza është sepse në këto momente duhet të perceptojmë mirë se ku është e disbalancuar shoqëria jonë. Jemi në një periudhë që në qoftë se nuk e kuptojmë tani, do të vojmë për shumë vite me radhë. Prandaj e thash që e kuptoj që dëshironi të dini informacione për veten tuaj, por në këto momente ka rëndësi shoqëria. Ka rëndësi që të rregullojmë ambientin, sepse në bazë të ambientit mund të jemi mirë edhe ne. Koha kur ne mendoni vetëm për veten tonë, na solli këtu ku jemi tani, që të gjithë po aratisemi nga shtëpitë tona, prandaj dhe të jemi realist, duhet të rregullojmë mirë të gjithë ambientin, shoqërinë, nëse se duam që të jetojmë si njerëz. Atëherë, dua ta zgjeroj pak këtë temë, vendosjen e Uranit tek shenja e Demit. Do të jetë një ndikim i gjatë, prandaj dhe dua që të qëndroj pak më tepër këtu.
siç e thash, mund të kemi probleme si në shoqëri, po ashtu edhe në lidhje me natyrën, ndërkohë që ndikimet që do të kemi tek ne si individ do të jenë goxha të përzierë, do të jetë shumë në vartësi dhe të hartës tonë, detyrimisht, gjithmonë kështu është, por në përgjithësi do të sjellë çrregullime shumë të rëndësishme hormonale, kjo sepse mund të prek, është një zonë më të themi që prek edhe pjesën e diabetit, prandaj dhe mund të prek shumë edhe veshkat e të tjerë, është një periudhë shumë e rëndësishme, për këtë arsye që të jemi të kujdesshëm edhe në lidhje me këto tema. Ne si individ, ajo se si do të ndikojmë më tepër, mund të kemi një energji të lohatur, mund të kemi edhe një anë emocionale vërtet shumë të lohatur, duke qenë se siç e thash, mund të shtohet edhe trysnia dhe dhuna ndaj fermave. Në këto momente do të kemi edhe një presion shumë të madh për të qëndruar ose më thënë për të vazhduar që të bëjmë atë detyrën tonë, për të marrë përgjegjësitë tona edhe ndaj familjeve, edhe ndaj shoqërisë. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që kemi, ose më thënë ajo çfarë mund ta përkeqësoj edhe pak më tepër këtë, është kalimi i Jupiterit në retrograd, e cila do të jetë datën 11 nëntor. Pra, do të jetë javën që vjen. Është shumë i fuqishëm sepse të njëjtën zonë do ta fuqizojë edhe më tepër, duke qenë se do të nxjerrim në sipërfaqe gjithë llumin e problemeve që ne kemi pasur brenda familjeve. Të gjitha marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, sidomos marrëdhënie që është midis fëmijë e prind, po ashtu edhe femër dhe mashkull, midis bashortëve, do të dalë shumë më tepër në skenë. Prandaj do të jemi shumë të sfiduar të gjithë. Mënyrë se si do të sfidohemi është do të vëmë re një rritje të dhunës e përmenda, po ashtu edhe mund të kemi një luftë midis brezave në këto momente. Gjithsesi, kemi mundësi që të kalojmë gjithmonë, mjafton që të jemi më të vetëdijshëm. Mënyrë se si do ta bëjmë kam thënë shumë shpesh, por duhet të mendojmë mirë si fillim të për shoqërinë, për ambientin, pastaj për veten tonë. Okej, tani do flas pak në lidhje me shenjat se si do të ndikohen nga kjo, duke qenë se thash është një ndikim i fuqishëm, duaj që të jap disa pika të rëndësishme që mund të drejtohemi që kësaj periudhe. Do të rikthehet, ose më them do të vazhdoj dhe do të kaloj tek shenja e binjakëve në datën 26 prill të 2026-s, prandaj dhe siç e thash, periudha që Uran do të jetë vendosur tek shenja e Demit është e gjatë. Deri në atë pikë, to ndikime që po them tani do të vazhdojnë që të jenë aktive. Atëherë për shenjën e Dashit, mund të kemi një çrregullim të perceptimit që ne kemi për vlerat, prandaj dhe kjo mund na shtyjë dhe në disa veprime shumë të nxituara. Për fat të mirë, edhe pse do të jetë në retrograd, i njëjti Uran do të ketë një këndon që të marrë mendimin nga shoqëria e tyre. Aty do të arrijnë që të perceptojnë se nëse janë apo janë në rrugën e duhur. Kjo është e vlefshme si për investimet, po ashtu edhe në lidhje me të ardhurat materiale në përgjithësi, po ashtu edhe me vlerën që ata japin vetes së tyre. Në qoftë se e nënvlerësojnë veten, normalisht mund të hapen dhe probleme, mund të kenë dhe probleme në çdo aspekt tjetër së tyre pra. Ndërkohë që shenja e Demit është një ndër shenjat më të ndikuara në këto momente, Urani, që është edhe drejtuesi i shenjës ujorit, po rikthehet tek shenja e tyre, krijon shumë tërmete në jetën e tyre të rëndësishme. Kjo do thotë që do të kenë ndryshime të shumta në këto momente. Deri në datën 26 prill janë shumë të ndikuar. Në përgjithësi kanë mundësi që ti të kalojnë këto, mjafton që të qëndrojnë të qetë dhe të pranojnë ndryshimin. Por duke qenë se shenja e Demit është një ndër shenja që e ka të vështirë të pranojë ndryshimin, mënyrë se si mund të kaloj pak më thjesht këtë është të marrë ndihmën e vëllezërve dhe të motrave të tyre, po ashtu edhe nga shoqëria e tyre e ngushtë. Këtu mund të marrim mendime vërtet shumë të vyera, të cilat do të na ndihmojnë që të gjejmë rrugën e duhur. Shenja e Demit në këto momente ka ndikime shumë të mëdha edhe në karrierën e tyre, do të vazhdojë që ta ketë për një periudhë shumë të gjatë, por sidomos gjatë kësaj retrograde, pra deri në datën 26 prill, për sa kohë Urani të jetë tek shenja e tyre, do t'ju këshilloja që të mos vendosni diçka përfundimtare, sepse
mund të bëni dhe zgjedhjet e gabuara. Do të ishte më mirë që të vërejtonit më mirë situatën dhe aty ku ju ndjeni më mirë. Pra mund të jetë qoftë edhe një ndryshim komplet i karrierës, por mjafton që të ndjeni mirë, të ndjeni të lumtur, sepse në momentin që keni probleme ose nuk ndjeni të kënaqur me atë çfarë po bëni, kjo do të ndryshojë shumë shpesh dhe mund të ndryshojë edhe nëpërmjet dhunës, pra, edhe nëse ju nuk e dëshironi. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, rikthimi i Uranit tek shenja e Demit është problematik, edhe pse ka kënde pozitive, është vërtet problematik. Duke qenë se është tek bota e tyre brendshme, do thotë që bota e tyre brendshme do të ketë tërmete të fuqishme, mund të kemi dalë në skenë të armiqësive, po ashtu dhe të prishshëm marrëdhënieve që kanë me familjarët e tyre, me partnerët e tyre, sepse ata vetë do të jenë shumë eratik. Mënyrë se si mund ta tejkalojmë këto është që deri në datën 26 prill të jemi vërtet shumë të kujdesshëm në mënyrën se si reagojmë. Personat që po futen në këto momente në jetën tonë duhet t'i rishikojmë, të mos marrim shumë mendimet e njerëzve që nuk i njohim dhe që nuk kemi besim, sepse nuk e kanë provuar veten e tyre. Do t'i këshilloj që të fokusohemi ose të marrim më tepër mendime nga persona të cilët e kanë provuar veten e tyre, që e dim që mund të kemi besim, pra që na janë gjendur në momentet e rëndësishme. Dhe kjo do të na ndihmojë që gjithë të periudhë ta tejkalojmë me sukses. Mund të marrni dhe mendimin në këto momente deri në datën 26 prill nga partnerët e tyre, për të gjithë ata që janë në një lidhje sentimentale, bile edhe pak më tepër, dhe të gjithë ata që janë të martuar, bile nga bashkëshortët e tyre, do të ishte edhe më fantastike. Shenja e Gafores, rikthimi i Uranit tek shenja e Demit është një ndikim edhe pozitiv edhe negativ. Ana pozitive është se do të shikojnë fytyrën e vërtetë të shoqërisë së tyre, por ana negative është do të bëhet shumë e lodhshme, sepse kjo do të vijë nëpërmjet tërmeteve. Mund të kemi një zgjerim të socializimit pas kësaj, menjëherë një shpërthim pothuajse, por do të jemi shumë të kujdesshëm nga personat që lejojmë dhe që të hyjnë në jetën tonë. Nuk është ndikim negativ në vetvete, por do të jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Fati në këtë rast është se do të ketë një këmbë pozitiv me Jupiterin, që është i vendosur tek shenja e tyre, dhe zgjeron shumë edhe fatin e shenjës së Gafores, por gjithsesi do të jemi të vëmendshëm. Për sa i përket pjesëmarrjeve në grupe sociale, në shoqata e të tjerë, në këto momente do t'i këshilloj që të qëndroni pak larg, sepse mund të marrin vendimet e gabuara. Por pas datës 5 dhjetor do ta kemi pak më të thjeshtë të përzgjedhim. Pra deri në datën 5 dhjetor, gjithsesi nga shoqatat ose grupimet, do t'i këshilloj shenjës së Gafores që të qëndrojmë pak më larg. Okej. Shenja e Luanit, sikur çfarë po thoja, ndjes. Shenja e Luanit është shumë e ndikuar, është një nga shenjat më të ndikuara. Ndikimi në përgjithësi e ka të furishëm, varet se si do e përdorin vetë dhe varet shumë edhe nga harta individuale. Sidomos ata që janë me shenjën e Diellit këtu, do t'ju këshilloja që të jenë shumë të kujdesshëm. Sidomos ata që kanë lindur ditët e fundit të shenjës së Luanit, sepse Uran do të bëjë kënd negativ me diellin e tyre, kjo do thotë që mund të jenë më të prirur ndaj problemeve të vetë shkaktuara në shumicën e rasteve, por ata të cilët do të ose ata që kanë ascendentin tek shenja e Luanit mund të ndikojnë pak më ndryshe. Do të kenë disa ndikime shumë të fuqishme tek karriera e tyre, të cilat në qoftë se i përdorin faktikisht mund të kthehen në një shans shumë të madh pozitiv, por në qoftë se nuk arrin që t'i përdorin ose reagojnë përpara kohe e të tjerë, mund të prishin dhe punëve të tyre, prandaj do të jemi pak më të qëndrueshëm në këto momente dhe të jemi pak më të kontrolluar ndaj reagimeve tona. Ndërkohë që ata që kanë lindur 3 ditëve të para, po e them në këtë mënyrë, të shenjës së Luanit, ndikimet në përgjithësi do të ndihen më pozitive, sepse Urani do të bëjë një këmbë pozitiv me shenjën ose më thënë me diellin e tyre, dhe kjo do thotë edhe mundësi të në forma fortunash, pra njerëz që do të hyjnë në natyrën në fillim se do ta kenë shumë të thjeshtë të perceptojnë se kush janë, çfarë duan e të tjerë. Për sa i përket femrave, në të gjitha rastet, ata që janë tek shenja e Luanit,
personat e rinj që vinë në këtë moment në jetën tuaj, në qoftë se nuk vinë në mënyrë të shëndetshme, do t'i këshilloj që të qëndronit larg, sepse mund të jenë persona të gabuar dhe mund të shkaktojnë edhe dëme të rëndësishme, pra lidhjet mund të krijohen në këto momente, mund të jenë lidhje të cilat janë toksike. Okej, shenja e Birgjëreshës, rikthimi i Uranit tek shenja e Demit është një ndikim pozitiv. Mund të them që është një nga shenjat e vetme që mund të ketë një ndikim pozitiv tek kjo. Edhe pse Urani këtu nuk ndihet mirë, mund të kemi ndryshime pothuajse të menjëhershme, në përgjithësi këto ndryshime do të kthejnë oportunitete për ta, sidomos për të krijuar, zgjeruar, më të themi, botën që ata kanë, të ardhurat materiale e të tjerë. Duhet të jetë një ndikim vërtet shumë më pozitiv, në qoftë se bile në këto momente ju del mundësi për të trajnuar, është fantastike. Por e vetme gjë që do të këshilloj të jeni të kujdesshëm është në qoftë se është një zgjedhje midis partnerit tuaj dhe për si shembull daljet jashtë shtetit ose trajnimit jashtë shtetit, do t'i këshilloja që të gjenit rrugën e mesme, pra ta komunikonit hapur me partnerin tuaj, të gjenit rrugën e mesme, sepse nëse zgjidhni njërin, mund të humbisni tjetrën. Peshorës, pra, për peshor, rikthimi i Uranit tek shenja e Demit është një ndikim shumë i fuqishëm në marrëdhëniet që kemi me partnerët tanë, po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunimet, me të ardhurat materiale të përbashkëta. Këtu mund të kemi humbje të shumta, në qoftë se nuk kemi të vëmendshëm gjithmonë. Do të thotë që mund të kemi edhe ndarje pronash, të cilat në ndarjet e pronave mund ta bëhet padrejtësi. Në lidhje me gjyqet në këto momente mund të jenë drejtësia mund të jetë e kufizuar në këto momente, prandaj dhe ajo çfarë do të këshilloja është që në çdo hap në lidhje me këto tema të marrim edhe mendimin dhe të marrim edhe ndihmën e personave të cilët janë specialistë. Por përveç kësaj, përveç këtyre që është në lidhje me të ardhurat materiale, kemi edhe një fuqizim të dukshëm sepse do të kemi riperceptimin e karmave ose të atyre çfarë kemi lëshuar deri në këtë moment në univers. E njëjta gjë është edhe të gjitha cikleve të cilat janë karmike ose të gjitha cikleve që i kemi përsëritur vazhdimisht edhe na kanë lënë të lodhur, po ashtu që mund ta kenë lënë mbrapa e të tjerë. Do të arrijmë që të riperceptojmë dhe detyrimisht mund të zgjedhim edhe rrugën e duhur më të shëndetshme për ne, prandaj dhe është edhe një periudhë pozitive, mjafton që të jemi pak më të vetëdijshëm. Dhe të mos u bëjmë padrejtësi personave që kemi në jetën tonë. Nuk ka rëndësi se në çfarë fushë janë. Shenja e Akrepit, për shenja e Akrepit, rikthimi i Uranit tek shenja e Demit është një ndikim i përzier edhe për ta. Për të gjithë ata që kanë vendosje që janë për gjithë ata që kanë lindur, pra që kanë shenjën e diellit këtu, ndikimet në përgjithësi do të jenë negative, do të kemi një trysni shumë të madhe që do të ndjejmë nga jashtë, edhe pse mund ta perceptojmë problemin se ku është, mund ta kemi të vështirë që të gjejmë rrugën e duhur. Ajo çfarë do të këshilloja është që të krijojmë një sistem personash ose vende ku ne mund të mbështetemi, dhe kjo do të na ndihmojë që të tejkalojmë këtë më thjesht. Do të bëjë morali jon, por për ata të cilët kanë ascendentin tek shenja e Akrepit, kjo do të jetë pak më ndryshe, do të kemi shumë probleme, nuk e mohoj, por këto probleme do të vinë bashkë me zgjidhjet dhe do të kemi mundësinë dhe pas kësaj që të krijojmë dhe lidhje vërtet shumë të shëndetshme, po ashtu edhe të krijojmë dhe një mirëqenie vërtet shumë të madhe, sepse është një mundësi shumë e madhe për të krijuar oportunitete të shumta. Jeta e përditshme, efikasiteti që kemi në jetë mund ta për të dy anë, domethënë edhe për ata që kanë shenjën e diellit këtu, edhe për ata të cilët janë me shenjën këtu, jeta e përditshme, nëse jemi efikas, nëse jemi anën praktike e kemi më në dorë, pra, ose e kemi më në kontroll, normalisht mund ta kemi më të thjeshtë edhe për të tejkaluar këto problem, bile edhe ta përdorim këtë periudhë për të zhvilluar. Shenja e Shigjetarit. Atëherë, shenja e Shigjetarit do të ndikohet në këto momente në mënyrë të dukshme tek shëndeti i tyre,
nga rikthimi i uranit tek shenja e demit. Të gjithë ata që kanë probleme me diabetin do të këshilloja patjetër që e dinë që kanë fisin e tyre, do të këshilloja patjetër që të shkoni dhe të bëni kontrollet e nevojshme, të bëni analizat e nevojshme. Ndërkohë që për ta ky moment është momenti më i rëndësishëm për të krijuar një jetë e cila është më efikase, pra jetën e tyre të përditshme ta rregullojnë, të jenë më efikas në përzgjedhjet që bëjnë, të spastrojnë gjitha gjërat që nuk janë të dobishme e të tjerë, shumë e rëndësishme kjo. Në qoftë se arrin që ta bëjnë, kemi mundësi që të rritemi sepse do të na ndihmojë ky të tjerë, pra në çdo aspekt të jetës tonë, por në qoftë se nuk e bëjmë këtë, nëse nuk krijojmë strukturë të shëndetshme në jetën tonë, do të kemi humbje të mëdha. Si fillim mund të preket shëndeti, por kjo do të rrjedhë në çdo aspekt të jetës, prandaj do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Shenja e briciapit në përgjithësi ndikimin e ka pozitiv, po e them pak a shumë siç ishte shenja e Virgjëreshës, sepse është një tjetër shenjë toke, shenja e demit, dhe Urani faktikisht dhe Saturni, që është drejtuesi i shenjës së briciapit, nuk kuptohen mirë. Por duke qenë se në gjasë retrograde do të jenë në kënd pozitiv me njëri tjetrin, kjo do thotë që kemi mundësi shumë të mëdha që të përdorim strukturën që kemi krijuar deri në këtë moment, kufin që kemi krijuar deri në këtë moment në avantazhin tonë. Komunikimi është bëhet shumë pozitiv në këto raste dhe bile nëpërmjet kontakteve të reja që mund të kemi krijuar ose personave që kemi në jetën tonë, mund të edhe të gjejmë ose të rikrijojmë lidhjet që vijnë nga shkuara, po ashtu edhe të krijojmë edhe lidhje të reja që të cilat janë vërtet shumë të shëndetshme. Mund të kemi edhe bile dhe krijimin e burimeve të reja të ardhur materiale. Shenjës briciape, pika që do të këshilloj që të qëndrojnë larg është marrja e rrisjeve të panevojshme, sidomos në lidhje me vartësitë. Pra në qoftë se kemi një vartësi, sidomos drejt bixhozit, do të këshilloj vërtet që të qëndronim larg çësë periudhë, sepse mos madhe dhe më tepër, do të thotë edhe të ardhur materiale të cilat do të ikin dëm detyrimisht. Kjo është e vlefshme për të gjitha llojet e vartësive, por kjo pikë, domethënë, sidomos në lidhje me bixhozin, është një nga temat më kryesore, prandaj vërtet do të këshilloj që të kontrolloni veten tuaj. Dhe shenja e ujorit. Shenja e ujorit është shumë e ndikuar. Urani është drejtuesi i tyre, do të kalojnë në kënd negativ me shenjën e tyre. Prandaj të gjithë ata që kanë lindur tek shenja e ujorit, do t'i këshilloj që këtë periudhë ta kalojnë vërtet shumë me kujdes. Mënyra se si do të prekun, se pika ku mund të preken më tepër është marrëdhënia që kanë me familjen e tyre. Këtu mund të kemi rikthimin e të gjitha temave që mendonim që i kishim zgjidhur nga shkuara. Ata që kanë lindur, pra që kanë diellin këtu dhe kanë lindur tek ditët e fundit të shenjës ujore, do të ndikojnë më tepër negativisht. Ata që kanë lindur te pjesa e parë mund të jenë pak më të zbutur ndikimet, po e themi në këtë mënyrë. Jo vetëm sepse Urani nuk do të bëjë kënd negativ me ata që kanë lindur pra ditët e para, por edhe sepse Plutoni do t'i mbrojë në një farë mënyre. Në qoftë se kemi probleme në këto momente me familjarët tanë, do t'i këshilloja që ose të gjejmë një rrugë të përbashkët dhe të zgjidhim, ose të bijmë në një marrëveshje që këto të fillojmë dhe t'i shqyrtojmë përsëri pas datës 26 prill. Sasaj do kemi shumë të thjeshtë ti perceptojmë mirë se çfarë ka ndodhur dhe dhe cila është rruga e dur për të zgjidhur. Kjo është e vlefshme edhe për ata që janë me ascendencë tek shenja e ujorit, por sidomos ata që kanë lindur por i përsëris ditët e fundit të shenjës ujorit, duke qenë se ndikimin do ta kenë vërtet shumë të madh. Dhe mund të veprojnë në mënyrë shumë erratike, mund të bëjnë veprime shumë impulsive, reagime të cilat nuk janë fare të shëndetshme. Normale që duhet jenë vërtet shumë të kontrolluar. Okej, dhe shenja e fundit që është ajo e peshëve. Për shenjën e peshëve ndikimi nuk është shumë negativ. Nuk ka rëndësi në çfarë periudhe keni lindur, edhe pse ata që kanë lindur drejt fundit të shenjës së peshëve mund të jenë në një ndikim pak më pozitiv. Por, duke qenë se ata që kanë lindur drejt vetë fundit të shenjës së peshëve në këto momente janë pak a shumë në ajër, mund të ëndrrojnë pak
mund të thonë pak ëndra në diell, po them në këtë mënyrë. Në këto momente këto ëndra mund të smadhohen edhe më tepër dhe të largohen edhe pak më tepër nga realiteti. Por gjithsesi, pavarësisht të gjitha këtyre, kemi mundësi që këtë moment ta përdorim në avantazhin tonë. Shënjepeshut ta ketë pak më të thjeshtë, duke qenë se mjafton që ti thon gjërat, do të kenë shumë njerëz rreth të që do t'i thon ose më them do t'i tregojnë se cila është rruga e drejtë. Prandaj dhe në këto momente e rëndësishme është që aty të mos të ketë hatrim ato çfarë dëgjojnë, sepse në përgjithësi do t'i drejtojnë tek rruga që ju nevojitet. Kemi mundësi shumë të madhe në këto momente edhe për të rregulluar problemet që kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë. Sidomos në qoftë se ka qenë një marrëdhënie problematike, duke qenë se Urani do t'i rikthejë në skemë të gjitha këto probleme, do kemi mundësi që t'i rregullojmë. Okej, atëherë, ato që i thash të gjitha shenjat, këto ishin ndikimet e Uranit tek shenja e Demit, duke qenë se Urani në këto momente është në retrograd dhe do të rikthehet në datën 8, pra këtë të shtunë do të rikthehet tek shenja e Demit dhe do të vazhdoj që të jetë tek kjo shenjë deri në datën 26 prill të vitit 2026. Këto ndikime që sa përmenda do të jenë të vlefshme deri në atë datë. Faleminderit të gjithëve dhe natën e mirë.